بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është vetëm i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na e ka mundsuar që të vazhdojmë shoqërimin me temën tonë Kur'ani edukon. Jemi të folë qysh i edukon Kur'ani burrat. Sonte do të flasim për konceptin e burrnisë në Kur'an edhe në Sunnet. Në Kur'an është theksi gjithsesi. Nëse ndalemi te një përshkrim të përgjithshëm, të cilin Kur'ani ja bën burrnisë, e shohim se Kur'ani e përshkruan burrninë si një përkushtim të veçantë, cilësor, me shumë sinqeritet edhe përzemërsi, me shumë seriozitet, duke e pa ndikimin e Islamit, të ai person që është i përshkruar me burrni, ndikimin e gjithanshëm, si në aspektin e pastërtisë shpirtërore, ashtu të asaj fizike, ashtu të sjelljes e të veprave, deri te dashamirësia e skajshme për të tjerët, dhe gatishmëria për të lëvizur edhe atëherë kur ka kosta. Gatishmëria për të lëvizur, jo lëvizje të thjeshta dhe të ngadalta, por as i lëvizje nganjëherë edhe me nxitim, thjesht për me bë mirë. Pra burrat në Kur'an përshkruan si njerëz të cilët përveç që përpiqen deri në maksimum me e përmirësu veten ose me u bë të mirë vet, ata në një farë mënyre e kanë edhe një rol të pamohueshëm në përmirësimin e të tjerëve. Kur them në përmirësimin, jo thjesht veç, edhe pse kjo është e rëndësishme shumë, me i thirr njerëzit ka hemara e mira, ka përmirësimin përgjithësi, mirë po ata që Kur'ani i përshkruan si burra, i përshkruan edhe për shkak të gatishmërisë së tyre për me u kujdes nga njëherë edhe për sigurinë e tjetrit. E përmend Allahu në surën Qasas në ajetin 20, një burr që se kemi përmend hala, thot Allah i madhruar, o jaa rajulun min aqsa al-medinati yas'a, dhe erdhi një burr nga skaji i qytetit, me nxitim. Në surën Yasin, o jaa min aqsa al-medinati rajulun yas'a. Do të thonë, në dy vende përmendet ardhja me renditjet pak të ndryshme të fjalëve në fjali. Këtu përmendet burr që erdhi nga qyteti me nxitim, në surën Yasin përmendet erdhi nga qyteti një burr me nxitim, për afërsisht kuptimi është i njëjtë, po përshkrimi është interesant, për arsye se po e përmend se ai burri i mirë që po lavdërohet në këtë ajet, s'pas ka nejt me e këshyr punën e vetë, s'pas ka nejt thjesht veç në vendin e vetë, por pas ka lëviz edhe kur e ka lypë nevoja, ai ka lëviz me nxitim. Yes'a, do të thonë duke ngarend edhe duke ungut, edhe ku ka shku ky njeri ka ardhur te Musa alayhi salatu wassalam. Bëhet fjalë në surën Qasas e kemi rrëfimin për Musa alayhi salatu wassalam, e dini Musa alayhi salatu wassalam është pejgamberi që me emër më shumë të përmendet në Kur'an, gjithsej 135 herë. Që do të thotë se rrëfimi për te është shumë prezent, e në vendet të ndryshme ka detaje ose ka fragmente të ndryshme nga jeta e tij, alayhi salatu wassalam. E këtu në surën Qasas përmendet se si Musa alayhi salatu wassalam njëherë duke dashur me i nda dy burra të ngatruar ndërmjet vete. Ata janë konë nga tres, këtu dashur me i da, me i largu, njërin e ka shtyp pak më fort, edhe e ka pas e gjelin edhe ka ra i vdekur. Se ka pas qëllimin me vra Musa alayhi salatu wassalam, për arsye se
ajo ka qenë një lëvizje prej cilës zakonisht njerëzit nuk vdesin. Me shty njerën veç pak, ose me nalë me dorë, ose qoftë edhe me godit veç pak, që shenë ato goditet e lehta që realisht shkaktojnë lëndimet lehta, jo lëndimet randa, ato nuk janë vrasje të qëllimshme. Ani pse veprimi mundet me qenë pak agresiv, pos synimi së konë me e vra. Megjithatë, Musait a.s. i ka metë në dorë. Edhe tash, kur është marrë vesh se kush e bani, që e bani e kështu me radhë, kanë fillu njerëzit me e thurë planin, jo për me e gjyku Musajnë a.s. me drejtësi, po për me e dëmtu fort. Edhe si rrjedhoj e kësaj, thot vije një burr nga skaj i qytetit me nxitim edhe i thot, ja Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluk, fakhruj inni laka minan nasihin. Thot vërtet njerëzit kanë fillu me e bo një plan për me të vra. Andaj, one, duke qenë se po të këshilloj me përzemërsi, edhe sinqerisht, po të them që edhe largohu prej këto. Për ndryshe në surën Yasin, Allah thot, vëgjae min aqsal medinati rajulun yas'a, qale ja qaumi ittabi'ul mursalin, dhe nga skaj i qytetit, është tjetër rast kë, nga skaj i qytetit erdhi një burr duke nxituar, edhe i tha, o populli im, ecni mas pejgamberve. Në surën Ghafir, ajeti 28, Allah i madhruar të flet për një burr tjetër, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Dhe foli një burr besimtar nga rrethi i faraonit. Pra ishte nga rrethi i faraonit, i cili deri në atë moment, edhe pse ishte besimtar, e mbante në fshehje, e mbante sekret besimin e vetë. Mirë po një moment caktum, u dasht me shpërfaq për shkak se bëhej fjalë për një kauz të madhe, edhe ai u tha, e taqtuluna rajulan e yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Pra bëhej fjalë për vrasjen e të njëjtit njerëz që falë më herët, për Musajin a.s. Edhe kjo ngret edhe tha, apo doni me e vra një burr i cili thjesht kur gjo s'ka bo, veç që po thotë Zoti im është Allahu. Edhe përveç asaj, ai u solli juve shumë argumente të qarta nga Zoti i vet. Në surën Taube, në ajetin 108, Allah i madhruar flet për rolin edhe misionin e xhamis. Flet një kontekst interesant të e pas parasysh se trajtohet një temë ku disa njerëz hipokrit e kishin ndërtu një xhami në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Dhe synimi i tyre ishte i errët. Kishin ndërtu xhami të sherrit, mesxhid Dirar, xhami të Zararit. Çdo e ka thujt Kur'ani, me synim me i bo konkurencë xhamisë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe me e bo aty një strofull për me e luftu pejgamberin alayhi salatu wasallam edhe thirrjen e tij. Edhe Allahu të e trajtu këtë temë, po thot le mesgjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Një xhami, një faltore e ngritun mbi bazë të devotshmërisë që prej ditës së parë, pra që prej zanafillës. Nuk ka synime të këqija, po ka synime të mira. Ajo është xhamin të cilën njeriu duhet me fal namaz. Edhe këto i dha Allahu si vërejtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak se ata munafiqët kur e ngritën atë xhamin e Zararit, e thirrën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në promovim. I thanë hajde falu këtu për me i dhënë legjitimitet asaj xhamie, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gati ishte duke shku, por Allahu i madhruar nuk e la me shku. I shpalli ajete, i shpalli udhëzime që mos me shku, e në mes tjera është arsyetimi le mesgjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, një xhami e ngritur mbi bazë të devotshmërisë prej zanafillës së vet, është një xhami më meritore që ti të falesh në te. Pastaj përshkrimi i xhamisë është fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, në te ka burra të cilët e kanë synim që të pastrohen. Me pastrimi këto, është pastrim jo vetëm fizik, edhe jo vetëm material. Pra, ajo pedantria ndukje e besimtarëve, që është bazë,
e përfshin edhe anën fizike, edhe anën e dukshme, edhe anën e jashtme, pra me u duk fizikisht pastërt, me të ardhera mirë, teshat mi pas të pastërta, pavarësisht e në treja atë vjetra, pak ka rëndësi. Eleganca është në pastërti, eleganca është në erë të mirë, eleganca është në kujdes, në dukje, aqë sa të lejojnë mundësit, mirë po eleganca më e madhe edhe më e rëndësishme është eleganca e shpirtit edhe e sjelljeve. E Allahu kur thot rijalun fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, në te ka burra që synime kanë pastrimin, e ka edhe pastrimin e të jashtmes, edhe pastrimin e të brendshmes, duke e pas parasysh se kjo e brendshmja megjithatë meriton që t'i kushtohet edhe ma tepër kujdes. Islami qështu flet edhe drejt për drejt, qështu jep edhe isharete, edhe aludan, qështu të regon qysh me fjalë të shkurta, pa u ndalë të detajet, ato 3 ajetet që i citu në fillim, ku përmendet një burr, as njonit si dijet emri, ka supozime, mirë po qëllimi është me të regu se pavarësisht që ki emnin, vlerësimi ytë edhe pesha jote edhe vlera jote, nuk ka të bëj me emrin e me emnin e babës e me mbiemrin e me prejardhjen, letjet etnike, geografike e qfar e do, po ka të bëj me atë se qfar burri je edhe qfar cilësi ki, për çka angazhohesh, për çka mundohesh, për çka përpiqesh, nga njëherë cila është edhe intensiteti i lëvizjes tone, mos thom shpejtësia jote e lëvizjes, por mos me mendu se nëse lëviz shpejt jema burri mirë. Mirë po intensiteti i lëvizjes në situatat caktume, pa dyshim që është i rëndësishëm për me e vlerësu burrnin. Në anën tjetër, kur kthehemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e shohim përpjekjen e tij për me ngritë edhe me ndërtu burra, e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i vëmendshëm. Në radhë të parë kuptonte natyrën edhe psikologjinë njerëzore. E kuptonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se burrnia megjithatë ka me mbet cilësi edhe përshkrim që nuk ka me qenë i bollshëm, i mjaftueshëm ndër brezat e njerëzimit. Ai bekum, alayhi salatu wassalam, thot innama an-nasu kal ibilil mi'a, njerëzit nuk janë ndryshes, por një aspekt i përngjasimit, sikur se devet, ku në 100 deve mezi e gjenë një për me ngarku, për me të kry punë. Edhe njerëzit, si mas kësaj, dhe më thënë, ngjajshmëria qëndron në faktin në aspektin numerik, sasior, ti takon shumë njerëz, takon shumë mashkuj, dhe më thënë, gjinis mashkullore, po mesin e tyne nuk janë të gjithë burra, për shkak se nuk janë të gjithë të përgatitur për me bo punë të mëdha, për me kry detyra të rëndësishme. Nuk e kanë të gjithë gatishmërinë e vazhdueshme për me u gjindë aty ku e lyp mirësia edhe mbarësia. Sikur don me tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ata njerëzit e veçantë bartin atë shumë sikur se bart një deve e fuqishme, edhe atyne u shihet hajri shumë në mesin e njerëzve të cilët ndoshta nuk janë të pa hajër, por hajri i tyne mundet me qenë shumë i vogël. Andaj e kuptojmë, kur e lexojmë Kur'anin, kur i lexojmë edhe sqarimet profetike edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kuptojmë se burrnia nuk është mosh, nuk është gjendje ekonomike, nuk është gjendje sociale, nuk është famë, nuk është dukje. Pra, s'është patjetër me koni avancum në mosh për me kon burr, ose s'është patjetër me koni i ri për me kon burr, s'është patjetër me koni i pasur, po as nuk është patjetër me koni i varfër. Këtë këto janë relative edhe cila do që të gjendet të burrnia, pastaj ajo krijohet shndrohet në përparësi. Për shembull, i moshumi me kon burr, themi, po i ka shumë hije se njeri në moshë edhe zbon me kon ndryshe. I riu me kon burr, i themi sa mirë, kaq i ri edhe kaq burr.
i pasuni me konë burr, i shihet hajri shumë, i varfni me konë burr, edhe ai e jep një mesazhin e durimit, mesazhin e vetë përmbajtjes, mos me u marr me haram e kështu me radhë. Edhe të gjitha aspektet tjera, pra burrnia është ai numri me vlerë që gjona tjera pas cilës veç i arritin vlerën, ja shumë fishojnë vlerën si bëhet numër shumë shifror. Kanë thonë burrnia është quwatul khuluq wa khuluqul quwa. Është forca e moralit edhe morali i forcës. Forca e edukatës edhe edukata e fuqisë. Pra, përparësia e njeriut të mirë qëndron në edukatën e tij, në mirësjelljen e tij, po edhe përparësia e njeriut të fuqishëm prapë qëndron në edukatën e tij, për arsye se njeriu i fuqishëm që mundet me konë me pushtet, ose me autoritet, ose me ndikim, ose me pasuni, ose kështu me radhë, nëse nuk e ka mirësjelljen, atëherë ai nuk është burr edhe nuk është i mirë. Përndryshe, burrnia i te i kalon të gjitha moshat, përmendet që Omeri i biri i Khattabit, radiallahu anhu, duke kalu një ditë, duke qenë prisi besimtarve, pra duke qenë khalife, duke kalu një ditë rrugës, edhe ishe do fëmijë duke lozë. Ata fëmija po lujnë në rrugë edhe Omeri po vjen. Omeri ka pas shumë autoritet, ka pas shumë orë, ajo shprehja popullore. Një fjalë, veç paraqitja e tij i ka bën njerëzit me përjetu një lloj respekti, një lloj madhrimi për figurën e tij, edhe ata fëmijë shkojnë kon të lu, i kanë mbledh plaskat edhe kanë ikë. Ikni se po vjen Omeri. Omeri s'ka pas kurfar qëllimi të keq ndaj tyne, madje s'ka pas qëllim kurfare për ta se u kanë të kalu rastisht aty pare. Po ajo që i ka bë përshtypje Omerit, pasi që kanë ikë të gjithë ata fëmijë, i ka bë përshtypje se një fëmijë s'ka ikë, s'ka lëviz vende. Ka vazhdu me qëndru aty. Edhe ai fëmijë ka qenë Abdullahu i biri i Zubairit, Abdullah ibn Zubairi, Allahu qoftë i kënaqur me të ditë. Edhe kur është afru Omeri, i ka thonë, ti pse s'ike? Thot o prisi i besimtarve, thot unë nuk ika, thot për shkak se nuk e gjitha vetën fajtorët për ndonjë gjatë që kam ba, e që du të me ikë pejteje. Për shembull, po e marrë një shembull shumë të thjeshtë. Je në rrugë, të nejtë ose të kalu, ose në çfarëdo forme edhe kalon një patroll e policisë. Pse du të me ikë njeri? Pse du të me ikë? Mund është me ikë veç nëse je fajtor, tutës që po të kapi për diçka, ikë edhe një farë mënyre, ikja është një lloj pranimi i faje. E tërheq vëmendjen. Ndërsa ky ka thonë o prisi besimtarve, unë s'kam bë kurfar faje, për çka me ikë? E para. Edhe e dyta thotë e këshyra rruga boll e gjanë, të zanë edhe ty edhe mu. S'pat nevojë me ta lëshu rrugën, thotë për atë arsye nuk ika. Duke qenë fëmijë, pra një mosh 10, 11, 12 vjeçare, sa ka mujt me qenë Abdullah ibn Zubairi, po tregon se qysh në një aspekt edhe të fëmijët, edhe të trit, mundet me qenë evidente edhe e vrejtshme burrnia. Po në rastet e këtilla unë menoj se është ma shumë me të leme. E ka dikush në ADN burrnin. Abdullah është djali i Zubairit. Zubairi është njëri prej 10 përgëzuar me xhennet. Po du të them një përgjigje shumë e thjeshtë që nga njëherë edhe shumë mashkuj, po them, të rritun, ishtin në nhije, ose i kompleksan. Sidomos do të atill që kurrizin nuk e kanë shumë të fortë edhe në momentin që paraqitet një dinjitar ose një pushtetar ose një njeri me ndikim, ata formulën e komunikimit mbase e kanë servilizme. Abdullah ibn Zubairi ka thonë, vallai unë nuk ika prej teje se kur gjast kam barq, edhe e dyta e pa që rruga na zan edhe mua edhe ty, pse me ik, edhe pse më u largu. Një rast tjetër transmetohet edhe rrëfehet se kanë ardhur një grup njerëzish prej një fisi, prej një katuni dikon, te khalifja El-Walid ibn Abdul Malik, një prej khalifeve të Umayyive. Edhe kur kanë ardhur ata, janë një grup njerëzish që o dasht me hit te khalifja, po kur hin, një do të me fol.
mi përfaqësu këta tjerë, me thonë, kush jeni ju, na jemi për i filan venit, për çka keni ardhur, kemi ardhur për këta. Edhe një farë mënyre, kur kanë ardhur ata, para se me hy, po shtyhen kush me hy i pare edhe e ka për një farë djali të ri aty, një çunak, edhe i thanë hec ti përpara se ti dosh me na pri, edhe me na përfaqësu, edhe ti në emën tonin ki me fol me khalifan. Edhe ai i ka këshyra ata matëmaqëm, ju ka thonë, unë se kam bezdi, po pak marre, unë e majriju. Jo, hajtë se ti e ma i formomin mesin tonë, ka pas vetë besim të mjaftueshëm edhe ju ka prija. Aty në bura, kur kanë hite khalifja, ai po e këshyrë, shumë djali i rinë, aty në mesin e tyne, kogja do bura në mosh. Edhe po i thot këti, pak si me përçmem, i thot o qënë, thot ti pas ke dalë me u pri këtyne njerëzve, as pa dikosh ma i maqëm se të ja. Tash ky djali duke përjetu si provokim, se edhe provokim ka qenë një farë mënyre kjo, i thot o prisi i besimtarve. Thot unë veç po kam qef një sen me ta kujtu. Si kur ti shkon kje pun me mosh, që ma i mosh me gjithë do të me pri, thot ty nuk ti shardhërani me u bo khalife. S'ki shardhërani me u bo i pare, s'ki shardhërani me u bo kryetar. Pse? Se në mesin e umetit ka plot njerëz ma të moqëm se ti. Po ti e bo khalife për shkak të ndonjë cilësie, ndonjë përparësie që e ke pas. Thot edhe në këtë rast taburat menun që unë muj me ju pri, do më thonë për shkak të asaj që kime dëgju prej meje dhe sigurisht që ka me të pëlqy. Kthehemi prapë te Kurani. Burnia në Kur'an është përmend ma tepër se 50 vene. Dikon është përmend veç burri, një burr, dikon është janë përmend 2 burra. Për shembull surën Kaf, "Wadrib lahum mathala ar-rajulayn", jepja o Muhammed ti shembullin, aty në shembullin e 2 burrave. Dikon janë përmend rijal, shumës, burra. Dikon në 2 ajete është përmend burri edhe gruaja për shkak se u kon qëllimi te gjinia, jo te cilësia. Dikon janë përmend të dyjat në shumës e kështu me radhë, edhe për me kuptu ma mirë gjithë këte, duhet me undalë të disa pika. Pika e parë, çka nënkupton burnia sipas terminologjisë kuranore. Burnia ose fjala burr përdoret në 3 kuptime. Në kuptimin e parë, në kuptimin e gjinisë. Burr e kundërta e burrit, gru, që i bjen mashkull, e kundërta femën. Përmendet për shembull në ajetin e parë të surës An-Nisa, "O batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa." O ju njerëz keni frikë Allahut që ju krijoi prej një personi, prej ti e krijoi bashkëshorten e tij, prej atyre dyve pastaj krijoi edhe shumë burra dhe gra. Meshkuj dhe femra i bjen kjo. Në surën Nisa prap, ajeti 32, Allah i madhruar thot, "Wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dhe në atë që Allahu ju ka dhënë juve, megjithatë disa i ka dallu prej disave, ju mos u bëni xheloz. Për shembull, filanit i ka dhënë më shumë pasuni, po këtij tjetri ka dhënë më shumë dije, atij tjetrit i ka dhënë më shumë devotshmëri. Secilin Allahu e ka begatu me diçka sipas urtësisë së përsosur që Allahu e ka, edhe Allahu thotë mos e xhelozoni njëri tjetrin se këto punë janë të ndame, domethënë me një urtësi që Allahu e din. Na mundu mos me e kuptu. Në njëri prej neve mundet mos me e kuptu, për shembull, pse filani me konë ma i pasën se anë. Për shembull, dikuj me i shkumenja me thonë, unë jam i ditun, unë jam i badetgji, unë e kom kry shkollë, unë e kështu, filani asë është qatë i ditun, asë ka kry shkollë, po Zoti i ka dhënë shumë pasuni. E po Allahu e ka nda këtë punë, qysh ka dasht vetë, edhe Allahu të nësë si jemi në gjendje me i bo pytje. Njëni kishte thonë prej gjeneratave të hershme, thot e kom pas një farë shprehije me i këshyrë njerëzit me xhelozi. Kur e kom pa dikon ma të pasën, kom thonë pse ky ma i pasën se anë. Kur e kom pa dikon ma të ditun, kom thonë pse ky ma i ditun se anë. Dikon ma kështu, ma me ndikim, ma me famë, në gjithë shka thotë më ka pengu, derisa e kom lexu fjalën e Allahut fuqiplot, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Ku Allahu thot, na thot çdo gjë në jetën e tyre e kemi ndarë në mënyrë të saktë dhe precize, e thot prej aty kom thonë
Çka kom me xhelozun e filonin kur Allahu ja pas ka dhon. Vesh një xhelozofsha Allahun, a kom drejt me xhelozu Allahun jo, a kom drejt me kundërshtu Allahun jo. Atëherë edhe ky se ka fitu vetë, Zoti ja pas ka dhon, pse ja ka dhon Zoti, do të më thonë çka ja pa fshajrin, edhe e hangshme të shnosh. Kësaj pra Allahu po thot: "Wala tatamannu ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd." Atë që Allahu ju ka dhënë edhe disa i ka ngrit mbi disa i ka favorizuar mbi disa, mos xhelozoni. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabn. Thot burrave ju takon hisja e asaj çka e meritojnë, edhe grave ju takon hisja e asaj çka e meritojnë. S'kemi të bëjmë këtu me nën vlerësim ose mbi vlerësim, po kemi të bëjmë thjesht veç me tregu se edhe mashkujt e femrat ndërmjet vete nuk duhet me u xhelozu. Kjo ilustrim ishte sa i përket asaj se çfarë kuptimi ka fjala burr në Kur'an nga këndvështrimi gjinor, nga këndvështrimi i cilësisë dhe i përshkrime, i përmbajtjes asaj çka në të vërtet është ajo materia, lënda e parë, ai madeni kanë thonë plest për para, prej cilit është formu një njeri, edhe në bazë cilit funksionon një njeri, një qenje njeri, e që mundet me konë në këtë rast, mundet me konë edhe mashkull edhe fema. Në qëto tash që ka përdu me thonë, këndvështrimi tjetër, i dyti i Kuranit lidhur me burnin. Mundet, këtu s'lun rol gjinia. Këtu është njerëzillëko. Dhe këtu Allah i madhruar, kur i përmend burrat në njëjës ose në shumës, i përmend me lavdat për shkak të atyne atributeve dhe virtyteve që i kanë. Pra po them këtu mundën me bo pjesë edhe femrat, thot Allahu: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayh, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila." Prej besimtarëve ka burra të cilët ishin shumë të sinqertë dhe të përzemërt në atë me çka janë besatu me Allahun fuqiplot. Prej tyne ka që kanë përmbush emanetin, prej tyne ka që halas e kanë përmbush, po që aty janë. Me një të dhira, ai është i gatshëm, gjendjet gatishmërie të plot, për mi u përgjigje Allahut fuqiplot edhe me dëshmu se besatimin e ka pas të sinqertë edhe të përzemërt, wa ma badalu tabdila, dhe ata s'kan ndryshu. Ata që vdicën edhe u dëshmun, për që ata dëshmori quhet dëshmor, se u dëshmu, po edhe ata që s'kan vdek, edhe ata presin me u dëshmu, edhe nuk ndryshojnë. Këtu, kur thot Allah prej besimtarëve ka burra, do të thotë se edhe në mesin e besimtarëve, që realisht janë kategori shumë e dashtën tek Allahu, besimtar, kategori shumë e dashtën tek Allahu, por edhe në mesin e besimtarëve pas ka dallim nga këndvështrimi i burrnis. S'po muj me thonë edhe prej besimtarëve nuk ka kanë të gjithë në atë nivel, mirë po du me thonë që kur takohen besimi edhe burrnia, atëherë aty bëhet mrekullia. Prej çtyne, do të thonë prej çtyne kemi as njerëz të besës që nuk lëvizin kur e japin fjalën. Edhe këndvështrimi i tretë që Kurani e përmend burrnin, ka të bëjë me përmbajtjen, po edhe me gjinin. Allahu thot: "Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Këtu e përmend Allahu, i përmend burrat, e i ka për qëllim mashkujt, por jo të gjithë mashkujt. Po ata që i takojnë gjinisë mashkullore dhe janë të përkushtuar ashtu që duhet në rrugën e Allahut fuqiplot, sidomos në një fushë e cila është shumë e veçantë, e që unë nga njerë kër e përmeni ma shojnë për të madhe disa, për arsye se ka të bëj me një fushë në cilën njeriu është në sprovë 24 orë 7 ditë, një javë gjatë gjithë jetës, ajo është sprova e të qenit burr në familje. Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë përgjegjës për gratë. Tash kjo përgjegjës për gratë do këtë si
krijim i një lloj epërsie të cilën burrat e kanë marak dorën zemër me e pas një lloj epërsie, po tani ata burrat e vërtet që Zoti i don janë ata të cilët epërsinë që Zoti ja u ka dhënë, se ju takon, e kuptojnë me seriozitet edhe epërsitë të përgjegjësisë, se Allahu pikërisht këtë është duke e thënë. Qawwamuna 'ala an-nisa, qëndrojnë mbi gratë me përkujdesje, me përgjegjësi, me mbrojtje, me rujtje, me furnizim, me shpenzim, me lodhje, me ardh hesapi, do më thonë, krejt që kjo burni do të me përmbledh me gatishmërinë e burrit për me bë çdo gjë për familjen e vet. Mos me kursy asgjë. Edhe kohë, edhe mund, edhe djerës, nëse është nevoja edhe gjak, edhe jetën me e dhonë, në mënyrë që familja, në rastin konkret këtu Allahu i përmend gratë, po edhe fëmijët nënkuptohen, qawwamuna 'ala an-nisa, janë përgjegjës ndaj grave, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kjo për shkak se Allahu i ka ngrit njënën palë mbi tjetrën, burrit i ka thonë ma shumë forcë, ma shumë fuqi, nga njeri ka thonë edhe ma shumë guxim, nga njeri ka thonë edhe ma shumë mundësi edhe rezistencë, po wa bima anfaqu min amwalihim, edhe për shkak se burrat, domethënë çita e përsia u jep edhe gatishmëria e tyre, që është edhe obligim njëkohësisht, që ata me shpenzu për buxhetin e familjes. Domethënë çdo e kemi në ajetin 34 të surës Nisa, e kemi burnin mashkullore, të veçantë. Këto, domethënë në familje, burr do të me konë burri. Po, jo as i burri me mrolla në familje, jo as i burri me vrasësi, po as i burri, sikur se ka thonë dikush, burri i mirë në shtëpi, thot kur hin mrena, bëhet si fëmijë. Pse bëhet si fëmijë? Se lunë me fëmijët e vet. Nëse ka nevoja ai lëshohet në gjujë e ndur, e i hypin qafë, i hypin shtëpi, zbat nami. Po menoj se do të meron nivelin e fëmijëve për me ju ofru aty në lumturi. Mirë po, thot ai burri mirë, është ai i cili kur futet në shtëpitë vet, bjen nivelin e fëmijëve të vet, mirë po thot me me ndodh ndonjë gjë serioze, ai në moment kthehet në as i burri goxha të fuqishëm. Me rruplu dikush derën, ose me ndodh ndonjë rrezik çfarë do, Zoti na rujt, një zjarr ose një tërmet, ose një krizmë, ose një sulm, ose një çka do të qoftë, prapë çaj burri që u kontrolu me fëmijë, çaj do të me dalë i pari te dera. As gruaja, as fëmia do të me dalë para tij. Edhe këtu e shohim cila është përgjegjësia, pra. E shohim cila është ajo burnia për cilën po flet Kur'ani. Burni e cila nuk e diskriminon as femnën, as fëmijën, as familjen, por kujdeset për ta me maksimumin e mundësive. Për ndryshe, kalojmë te pika e dytë, se tham çka nënkupton Kur'ani me burni. Pika e dytë ka të bëjë me burnia, ajo në kuptimin më të mirë të fjalës, ajo nuk i dallon gjinit. Qysh tham, nuk i dallon as moshat, nuk i dallon as gjendjet as ekonomike, as sociale, madje nga njerë nuk e dallon as, do këtë e kom thonë edhe në të kalumën, edhe i ditën mundët me konë nëse i mungon burnia, e dituria e ti nuk e ka peshën e madhe. Pra burnia është esenca e këtu bojnë pjesë në më thonë të gjithë, madje bojnë pjesë edhe femnat. E përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një shembull thjesht po du me e sjell. E përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në shumicën e seneve innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Thot femrat janë shpreha profetike është na stanxhon ton tingëllon jo shumë motrat e burrave, po kjo i bjen pjesa e pandashme dhe pjesa plotësuese e burrave. S'bën pa to. Edhe shembulli që deshta me e përmend ka të bëjë me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flet për 7 persona, të cilat do të strehohen në hijen e cila është e Allahut.
edhe s'do të ketë hije tjetër përveç asaj hije në ditën e gjykimit. Një privilegj shumë i madh në një situatë shumë të vështirë dhe të rëndume, i përmend Allahu 7 persona, edhe aty në disa kategori përmendet dhe një burr ose dhe 2 burra, një burr zemra e cilit është e lidhur me xhamin, për shembull, ose 2 burra që takohen për hir të Allahut edhe ndahen për hir të Allahut ose kështu me radhë, e kjo burrni nuk është detyrimisht vetëm e gjinisë mashkullore. Edhe një femën, një grua e cila e ka zemrën të lidhur jo detyrimisht për xhami, po e ka zemrën të lidhur për namaz, për ibadet, për përkushtim ndaj Allahut fuqiplot. Edhe ajo mundet me bë pjesë edhe jam shumë i bindur që nën atë hije, nën atë freski që Allahu e ka përgatitur për këta njerëz, do të ketë sigurisht edhe femra. Për shkak se ofertat e Allahut fuqiplot nuk janë gjithsesi të kufizume. Me përmend shkurtimisht, Kurani i përmbledh disa virtyte, disa cilësi të burrnisë, të cilat po i përmendi shpejt. Pastërtia në 2 aspektet e saj, edhe aspektin material edhe aspektin jo material. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. E përmendëm ajetin e surës Tauba, ajetin 108. Aty ka burra të cilët dojnë me u pastru. Qysh me u pastru edhe fizikisht, edhe moralisht, edhe në çdo aspekt. Virtyti tjetër është përzemërsia dhe sinqeriteti me Allahun. Rijalun sadaqu ma ahadullaha alej, prej besimtarëve ka burra që u treguan shumë të sinqertë dhe të përzemërt në atë që ishin zotuar me Allahun fuqiplot. Virtyti i tretë është se në përkushtimin e tyre burrnia e ka edhe qëndrueshmërinë, burri nuk shitet edhe nuk mashtrohet. Thot Allahu i madhruar në surën Nur, ajeti 37, thot rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Burra të cilët nuk i mashtron as tregtia as shitblerja nga përmendja e Allahut, falja e namazit dhe dhënia e zakatit. Pra burri është ai i cili kur është fukara i bën ibadet Allahut, po edhe nëse pasunohet prapë ka me vazhdu në ibadet. Kur është i ri ose është student i bën ibadet Allahut, po edhe kur diploman e arrin karrierë, nxan pozitë, kështu ai prapë vazhdon me i bë ibadet Allahut. Ai i cili kurse kanë njoft njerëzit u shku në xhami tash që u bë i famshëm, vazhdon me shku në xhami edhe me kon, edhe ai është burr e kështu me radhë. Virtyt tjetër është burrnia e të zotit shtëpisë, e krye familjarit, që është virtyt shumë i rëndësishëm, ai i cili familjen e vet e mirëmban, e rregullon, kujdeset për ta, e lën vetën keq nëse është nevoja për mirëqenien e tyre, po mbi të gjitha nuk është vetëm mirëqenia dhe mbijetesa fizike dhe materiale, po është edhe edukimi, edhe udhëzimi në rrugën e drejtë, edhe të gjitha ato për cilat e ka përgjegjësi burri me u përkujdes, e që për me e plotësu nuk mundet me arrit vetë nëse nuk ka ndërveprim mes 2 bashkëshortëve. Ashtu qysh edhe fëmia nuk krijohet vetë, veç për i burrit ose veç për i grus, po duhet edhe burrë dhe gru me pas për me lind fëmia, qashtu edhe edukimi i tyne, edhe udhëzimi i tyne, është punë në cilën të dytë bashkarisht duhet me punu edhe me sakrifiku në këtë aspekt. Është edhe ajo burrnia e pozitivitetit, e përhapjes së frymës pozitive, që e ka përmend Allahu mes tjerash në 3 ajetet që i citum, dhe erdhi nga skaj i qytetit një burr, besimtari i surës Yasin, ajeti 20, dhe tjetri dhe një burr erdhi nga skaj i qytetit duke nxitu në surën Kasas, ai që i ka thonë Musait alayhis salam, ruaj se po dojnë me të vra, edhe ky besimtari nga familja e faraonit, secili prej këtyre burrave që Allah i ka përmend me cilësi edhe me përshkrim, e jo me emën, puna e tyne dhe jeta e tyne për një mend tregon shumë se ç'është burrnia. Me i marrë edhe me analizu të tretë së bashku, mundëm me vë një profil shumë interesant të burrnisë, i cili na vyn neve edhe për neve krahas asaj burrnisë së pejgamberëve edhe atyre burrave të dëshmuar, mundet me na ndihmu shumë se këta janë njerëz të rëndëmt sigur na.
Këta si në konë pejgamber, këta trenë, këto 3 ajete që po përmendan. Surën Yasin 20, Kasas 20 edhe Ghafir 28. Këta në konë burra të rëndëmt. Mirë po Allahu e ka botë pa vdekshëm kujtimin e tyne, për çfarë arsye? Për shkak se kanë kontribu për një të mirë të përgjithshme, e ku në situatat caktuar ata edhe sigur ky te surja Yasin e ka pagu me jetë. Mirë po ka qenë aq dashameras për popullin e vet. Çfarë ka dashur mirën popullit vet. Sa që i ka thirrë në rrugën e Allahut edhe ju ka thonë hajde ne shkojmë bashkë pas pejgamberëve. Edhe në fund ata e kanë vrarë, ai hala çast dashamerës sa që në ditën e ringjalljes. Kur ti thot Allahu çuhin në xhenet, ai do të thot tek kishin ditë njerëzit e mirë, që kjo ka rruga e shpëtimit. Qëra sa më kënaqi Allahu, që sa më shpërbleu Allahu, që në të shumë nderoj Allahu, hala e ka gajle thot ja lejte qaumi ya'lamun, sikur ta dinte populli e. Gjithashtu edhe në hadithet e shumta pothuajse të panumërta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi një mori hadithesh edhe përshkrimesh për burra, s'po i përmeni të gjitha, madje s'po i përmeni përveç se një hadith për me majt men. Me i përmen 10, ndoshta se maj men asnjë, që to ju kisha lutur ta mbanin men. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot adkhala Allahu al-jannata rajulan kana sahlan ba'ian wa mushtariya. Allahu e fut, do më thonë është lutje kjo, Allahu e shtift në xhenet. Një burr i cili ose kur blen ose kur shet është i lehtë. Nuk lejon që lakmia për me fitu, kur blen mja u nënçmu mallin njerëzve, kur shet mja me mbivlerësu mallin e vet. Për afërsisht me këtë është një hadith tjetër, thot rahim Allahu rajulan ose rahim Allahu mra'an kana samhan idha ba, samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada. Allahu e mëshiroft një burr i cili është tolerant, korrekt edhe i lehtë. Kur shet ose kur blen ose kur ki mos pajtim me te. Me të zatit Zotin gjyq me te, ti e din se atë filoni ko ka, po pa problem zgjidhet problemi. Pse? Për arsye se është semh, është tolerant, është nuk e menaxhon ato kojta edhe lakmia për me ta grabit ty një drejt tonën ose me të dhunu ose me të bozullu ose kështu me radhë, mirë po ato e udhëheq burrnia e cila në rastet e këtilla, edhe të shitjes, edhe të blerjes, edhe të mos pajtimit, manifestohet me çka? Me tolerancë. Manifestohet me korrektësi. Ju e dinit në vllazën, veç pak po nalën atë që ke hadith. Dhe më thënë, Allahu e mëshiroft, majnin me. Allahu e mëshiroft një burr i cili është tolerant, kur shet, kur blen, edhe kur ki mos pajtim me te. Thjesht është me majti men. Nëse dojmë me e këshyrë anën e kundërt, burri më i keq në këtë aspekt, është ai të cilin Allahu e ka quajt, të cilët janë ata burrat, të cilët Allahu i ka quajt mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Allahu ka thonë mirë për ata mutaffifin. Kush janë ata? Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun. Të cilët kur shkojnë me ble diçka, edhe ai shit se e çet e mat ato, i thotë ja çitja edhe pak se ndoket se plot suball. Lyp më shumë. Wa idha kaluhum wa wazanuhum yukhsirun. Ndërsa me kon ky vet tu mat, tu shit e lën mangët. Do thonë lyp më shumë, i jep më pak. Allahu për çta ka thonë mirë për këta njerëz. Që i bijet ndërun vllazën, edhe kjo, e te i kalon edhe aspektin material, jo thjesht veç me shite me ble, jo thjesht veç me mat, po edhe në sjelljet tona, edhe në akhlakun ton, na do të me konë qështo. Me dhuru ma shumë mirësi, e me prit për njerëzve, diçka që eventualisht mundet me konë reale, që ka njerë mos mi knaqë as pritjet tua. Nga njerë me trajtu dikosh, jo ashtu të qyshti e meriton, ose jo ashtu të qyshti e trajtove atë. Mirë, po këtu tani do të me undal, e me majt men edhe një fjali, s'është hadith, po me majt men, besoj që na duhet njetë, ne sillemi me njerëz qysh na takon neve, qysh na ka hije neve, qysh i ka hije sjelljes tonë, e jo qysh ata e meritojnë. Allah i rujtë i shpërbleft, Allah na e mundësot që këto virtyte me i përvetësu në jetën tonë, ashtu që kur dalim para Allah të fuqiplot me dalë, duke qenë ai i kënaqur me neve.
ndoshta edhe javën e ardhshme do të vazhdojmë edhe pak me këtë temë. Allahu ju ruaj deri atëherë, Allahu ju pas në amanet. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.